Ana tjetër krahas vrasjes së vitit 2021, SPAK bën me dije se ka zbuluar edhe aktivitetin e një grupi tjetër të strukturuar kriminal, këtë herë jo për vrasje, por për tjetërsimin e pronave në zonën e lakmuar të Gjirit të Lalëzit si drejtues i grupit kriminal. Në këtë rast, për tjetërsimin e pronave në Lalëz, evidentohet roli i Aleksandr Laos, i njohur ndryshe dhe me pseudonimin Rumi, po ashtu i ekspozuar në disa dosje të tjera të tjetërsimit të pronave në Lalëz, madje dhe i dënuar me 3 vite burg, por edhe për atentatin e vitit 2019, ku gjendej nën praninë e ish prokurorit Arjan Doj, sot deputet i Partisë Demokratike. Sipas prokurorisë së posaçme, grupi kriminal i drejtuar nga Aleksandr Lau, në përbërje të cilit ka qenë dhe vëllai i tij Vullnet Muça, i cili është arrestuar ditën e sotme, kishte ngritur një skem të mirëfill të tjetërsimit të pronave, duke falsifikuar një sër dokumentash, madje deri në regjistrimin në zyrat e regjistrimit të pronave të paluajtshme në Durrës. Bëhet fjalë për tjetërsimin dhe falsifikimin e dokumentave, kryesisht të akteve të marrjes në pronësi të tokës në disa fshatra pranë Gjirit të Lalëzit, si fshatrat Shetaj, Biz, Kërtushaj, por dhe fshatrat e tjera, ku sipas SPAK dhe hetimeve të deri tanishme, këto toka fillimisht regjistroheshin në emër të fshatarëve të zonës, të cilët nuk kishin dieni, dhe më pas pasi bëhej dhe ndryshimi i këtyre pronave të regjistruara nga zërat kadastral Pyll dhe Pafrut, duke u regjistruar më pas si pasuri të zërit kadastral. E mëtej, qëllimi final i tyre ishte shitja e këtyre tokave për investime apo për ndërtime. Siç thash, nga 9 masa sigurie që janë lëshuar nga gjykata e posaçme, deri tani janë ekzekutuar 5 masa sigurie, ndërkohë që 4 persona të tjerë janë shpallur në kërkim, si dhe vijon hetimi për të identifikuar personat e tjerë të cilët kanë qenë të përfshirë qoftë në vrasjen e vitit 2021 të Edmir Brekut, por dhe në skemën e tjetërsimit të pronave në Lalëz. E ne kemi një sipërfaqe totale për sa hapësirë bëhet fjalë? Pikërisht këtë po thoja thimi, deri tani SPAK bën me dije që janë sekuestruar 11 pasuri të paluajtshme në zonën e Gjirit të Lalëzit, të cilat kapin sipërfaqen e rreth mbi 250.000 metra katror tokë, të cilat janë sekuestruar aktualisht, pasi dyshohet se janë mbi 250.000 metra katror tokë, pasi dyshohet se janë pikërisht produkti i aktivitetit të falsifikimit të dokumentave, duke u regjistruar me dokumenta të falsifikuara. Okej, Eni Ferrati, faleminderit për të